Lufta në lindjen e mesme ka hyrë në ditën e saj të 14. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nga një anë, ndërsa Irani nga ana tjetër vazhdojnë të shkëmbejnë sulme. Ushtria izraelite njoftoi se sot rreth orës 6 të mëngjesit ka identifikuar raketat e lëshuara nga Irani drejt territorit të Izraelit. Një izraelit që i mbijetoi një sulmi nga raketa përshkroi skena paniku dhe shkatrimi pasi një raket goditi pranë shtëpisë së tij pak pas mesnate në fshatin Zarzir në veri të Izraelit. Pas mesnate, fillimisht u dëgjuan sirenat dhe më pas u dëgjua një shpërthim pak më larg. Hym në strejmore dhe pastaj dolëm. Pas 10 minutash u dëgjuan përsëri sirenat. Fëmijët shkuan në strejmore, ndërsa unë fjeta për pak. Sapo u zgjova, mezi arrita deri te strejmorja, ku shpërthimi ishte menjëherë pranë meje dhe gjithçka rreth nesh ishte shkatruar. Nuk kishte rrymë, nuk kishte dritë. Fillova në panik të kërkoj fëmijët. I gjeta mes rënojave dhe gjeta dhe bashorte në fal Zotit. Zarzir është një fshat arabo-izraelit rreth 100 km në veri të Jeruzalemit, pranë kufirit me Libanin, banorët e të cilit kohëve të fundit shpesh dëgjojnë sirena për shkak të përshkallëzimit të fundit mes Izraelit dhe grupit militant Hezbollah pas luftës me Iranin. Nga ana tjetër, Izraeli filloi valën e tij të fundit të sulmeve në shkallë të gjerë ndaj Iranit në orën 7 të mëngjesit, të drejtuara ndaj infrastrukturës së, siç thon, regjimit iranian. Kryeministri izraelit pretendon se janë vrarë shkencëtarët më të lartë bërthamor iranian. Në operacionin Luani që ngrihet, për herë të parë arritëm të hapim rrugë për të shkaktuar dëme të mëdha edhe arsenalit të madh raketor të Iranit, si dhe fabrikave për prodhimin e raketave shtesë. Të njëjtën gjë e bëm edhe në lidhje me programin e tij bërthamor, duke përfshirë një goditje të rënda e shkencëtarëve kryesor iranian që udhëhiqnin zhvillimin e bombave atomike të destinuara për të na shkatruar. Ata nuk janë më këtu dhe ndërkohë goditëm edhe disa të tjerë tani. Presidenti i SBA-ve, Donald Trump, dërgoi një kërcënim të ri ndaj Iranit në rrjetet sociale. Ai shkroi se është e vërtetë se SBA-t po e shkatrojnë plotësisht regjimin terrorist të Iranit, ushtarakisht, ekonomikisht dhe në mënyra të tjera. Trump shkroi se regjimi iranian ka vrarë njerëz të pafajshëm në gjithë botën për 47 vjet. Ai përmendi dëmet që tani janë shkaktuar Iranit dhe liderëve të tij. Tani unë, si presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i vras ata. Çfarë nderi i madh është ta bëj këtë? Lideri i ri i Iranit, Ayatollahu Mojtaba Khamenei, dje dha deklaratën e tij të parë duke premtuar se do t'u shkaktojë edhe më shumë dhimbje vendeve arabe të gjirit dhe duke kërcënuar se do të hap fronte të tjera në luftën që tashmë ka prishur furnizimin me energji, ekonominë botërore dhe udhëtimet ndërkombëtare. SBA dhe Izraeli e sulmuan Iranin me 28 shkurt, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj me bombardimin me raketa të Izraelit, Kuvajtit, Bahreinit dhe vendeve të tjera të lindjes së mesme, veçanërisht atje ku ka prani të SBA-ve.